U rikthyem në studio përsëri pas këtij bloku të shkurtër të marketingut dhe jemi gati me u taku me Ardioanën. Ardioana është jashtë studios. Ardioan, mirëmëngjesi, linja për ty. Mirëmëngjesi Agnese dhe për juve në studio, mirëmëngjesi për gjithë shikuesit e Koha Vizionit. Sot në këtë lidhje të drejtë për drejtë do të flasim për panajirin e edukimit, i cili bëhet për hir të tretë në vend dhe ka shumë rëndësi si për nxënësit ashtu edhe për studentët, sepse do të mundsoj edhe ngritjen edhe zhvillimin e tyre profesional, po mënyrën se si organizohet, edhe cilat janë specifikat e këtij viti, na i tregon Tringa Krasniqi që sot është bashkë me neve. Tring, mirëmëngjes, faleminderit shumë për kohën tënde. Mirëmëngjes Ardion, faleminderit shumë për ftesën. Shumë me bisedu për një panajir që i shërben edhe nxënësve dhe studentëve, diçka që na është dashur në vend, e fatmirësisht po bëhet për hir të tretë. A të tregojmë fillimisht për këtë vit? Për panajirin e edukimit, si ka me qenë? Patjetër, panajiri i edukimit është ideja që vinë universitetet që ofrojnë bursa deri 100% edhe vinë me bisedu me student, me nxënës, që më tregu programet, aplikimet, bursat, krejt, edhe ideja është që me marrë informata, kështu që për herë tretë janë aty realizu, quhet Ivy Journey Education Fair, ka më mbajt në Swiss Diamond Hotel këtë shtunde, domethënë nesër, prej orës 12 deri në ora 6. Edhe është i hapur për gjithë, është falas, është mundësi shumë e mirë, ndoshta që një orë ta ndron krejt jetën. E vërtet, pse është dashur me pas një panajir të edukimit Tringa në vend? Mendoj që ndonjëherë edukimi që bëhet te na në krahasim me çush është jashtë, aplikimet shkojnë pak më ndryshe. Për shembull, për bursa duhet më apliku shumë më herët, është mirë me marrë informata të sakta, më informuar rreth programeve. Këtu kanë me qenë përfaqësues të universiteteve lokale, që është RIT Kosovo, rajonale, prej Selanikut, prej Bullgarisë, po edhe prej Europës, domethënë kanë universitete prej Bostonit, ata që dojnë Amerikë, deri në Dubai. Që ka mundësit për gjithë çdo që dojnë me marrë informata edhe pastaj me dalë në studime jashtë vendit. Kur e mendut për herë të parë me u bë panajiri i edukimit, çka ishte fokusi kryesor, si me thënë, çka i mungon sot nxënësve dhe studentëve tonë që e mundson panajiri i edukimit? Po du me ndo ma shumë detaje që ata tri të cilët na përcjellin tash me pas të njohun këtë fakt se si i ndihmon panajiri i edukimit. Po, rinja e Kosovës, unë çdo ditë kam punë me trit edhe e din gjuhën angleze, ka notat e mira, po nuk kanë informata rreth bursave që janë, programeve që janë jashtë vendit. Panajiri i edukimit e ka çat qëllim që më shumë me informua ata sa më mirë, që kurdo që është nxënës i mirë i interesuar, më shumë me marr çat informata. Por diçka që mua më ka mungu për vete, që diskutuam edhe ty ndoshta para një kohë, kështu që ideja është ndoshta ças më shumë më përmirësu, më pas ato informata që nesër mbas nesër mi arrit qëllimet e dyre arsimore që i kanë. Cili ka qenë interesimi nëse flasim që nga viti i parë, i dytë e tash për tretin, gradualisht jeni duke e pa derisa ndodhe dhe të shtu? Për shembull, si vjet i kena marrë mbi 500 regjistrime deri tash për studentave, për nxënësve që kanë me marrë pjesë. Vitin e parë ka qenë çdo vit ka shkuar në ngritje numri i nxënësve që janë regjistruar për panajir, edhe si vjet i kena informuar thuajse të gjitha shkollat nëpër Kosovë, kena vendosur postera, kena bërë promovime përmes mediave sociale, edhe interesimi gjithmonë aty shkutu u rrit, çdo vit na vin tepër shumë nxënës marrin informata, kështu çdo vit është në rritje. Tu e ditë që kjo është një lloj shkëmbimi edhe i përvojave me ndërkombëtarët edhe me universitetet e ndërkombëtare përveç të vendit e kështu, po du me ditë pak ato anë të mira që i kanë pas studentët dhe nxënësit që janë bë pjesë për 2 vjet me radhë, a ka pas mundësi ndoshta ndonjë prej tyre edhe me shku me mbet, pse jo atje, po nuk e promovojmë asnjëherë me shku jashtë shtetit edhe mos me u kthy. Jo, domethënë studimet zakonisht janë 3 ose 4 vite, kështu ndoshta ata që janë shku hala nuk e kanë pas rastin mu kthy, por kur dalin, qëllimin shumica e kanë mu kthy. Edhe i zgjedhun për shembull shumica universiteteve ndoshta janë afër, se kanë qef me studiu jashtë, po prapë më qenë afër shtëpisë, për që ata i kanë universitetet sikur Universiteti Amerikan Bullgari ose Universiteti Amerikan Selanik, që edhe ofrojnë bursa, po janë 3-4 orë larg shtëpisë, kështu nëse ndodhi diçka kthehen shumë lehtë kanë, kështu ka qenë. Çfarë profile zakonisht kanë dominu, po themi, nxënësit dhe studentët që kanë zgjedhur me u bë pjesë e panajirit të edukimit? A kanë qenë krejt lamit? Po, është e hapur për gjitha lamit. Interesimi më i madh është për fushat sikur biznese, pastaj edhe fushat sikur inxhinieria tena është shumë e kërkuar, mjekësia gjithashtu. Aty për shembull kena me qenë edhe na si Ivy Journey, na punojmë me gjitha universitetet në botë, edhe nëse ju e keni një universitet që nuk është në panajër, unë jam aty me përgjigj krejt pyetjeve që i keni, por kudo që doni me shku edhe ju intereson rreth bursave, aplikimeve, çado që ka. Kjo është e mira. Tring, zakonisht na edhe në studio bisedojmë për këtë mundësinë e vogël ndoshta që e kemi në vend për me pas ndonjë
si me thonë, platformë ose ndonjë lloj panajiri të tillë që i orienton nxënësit e studentët në karrierë. Bëhet po shumë më pak. A keni mri me pa që ndoshta janë konë shpërndohem studentët ose më mirë me thonë nxënësit që pritet me studiu në për fusha të ndryshme apo ka qenë kryesisht orientimi një numri më të madh me një fushë caktuar. Na e dim që dominon juridiku, për shembull, ekonomiku, e mandej vendet e punës është pak më problem edhe për ta. Sakt, e te na kur vjen studentat zakonisht pranë për juridik janë shumë më pak, po shumica që dëshirojnë me studiu në fusha që ndoshta nuk ekzistojnë te na, për shembull aerospace engineering, për më shku me punu për NASA ose dojnë mu bo mekanik, fusha të cilat ma pak ofrohen te na, edhe për ato ka shumë interesim, për mjekësi gjithmonë ka shumë interesim. Po me të vërtetë është shumë e laramanishme, secili njeri është ndryshe, edhe për orientim karrierë, në fakt secili vin me një ide shumë specifike qa po dojnë me studiu, edhe pastaj drejtojnë të universitetet që ofrojnë ato drejtime edhe aplikojnë. Dhe për fund, po du me ditë ndonjë përvojë ndoshta më të veçantën për këto 3 vite të një nxënësi, studenteje. Po, për shembull, vitin e kalum e kena pas një studente që ka ardhur edhe ka apliku pastaj në Universitetin Amerikan Bullgari, Oltiona, tash është në studim atje dhe ka marrë bursë 100% për 4 vite. Domethënë që ato ndoshta një orë që ka ardhur tash ja kanë ndryshu kohën komplet. Ose e kena pas një student që ka qenë vullnetar, edhe gjatë panajiret, kur e kena pas atë darkën për mbyll se ka bisedu me njonin me universitetet që kanë qenë, edhe aty ka marrë bursë dhe tash studion në Gjermani. Pra është mundësi, çdo student që vjen pas takohet edhe me mua dhe rrim në kontakt gjatë viteve, shumë mirë me pa qysh po rriten, qysh po kalojnë gjatë studimeve, kështu që këto kanë qenë përvojat ma të veçanta. Na për shembull kena pas edhe nxënës që kanë studiu në Harvard me bursë 100% për 4 vjet, që është bursë në vlerë $350,000. Pra mundësitë për edukim për bursa janë tepër të mëdha, po informatat mungojnë. Për shkak të qëllimi janë si ai vigjoni si panajër që mi informu që ka shumë mundësi, hajdeni merreni informatat, mos ju ikin. Edhe ja dalin, patjetër. Faleminderit shumë Tring që i ke ndohë këto me neve, ndoshta shikuesve krejt në fund vetëm tregoj edhe njerë ku do të bëhet, si do t'jenë edhe njerë pjesë, nesër pra të shtunën i pret, po detajet kështu. Faleminderit. Nesër pra prej orës 12 deri në ora 6 është i hapur panajiri në Swiss Diamond Hotel. Vetëm mundeni me ardh, hyrja është falas, janë aty të gjitha universitetet, edhe pastaj secili universitet ka edhe prezantime ka gjys ore, nëse doni me ulë dhe me marrë informata ta më specifike, ose i kanë tavolina që mundeni me ulë me bisedu me ta njën ka një. Pra prej 12 deri në 6 në Swiss Diamond Hotel, aty ju presim. Uroj shumë që ka me shku sa më mirë edhe vazhdoni me bo këtë panajir që është në të mirë të studentëve dhe të nxënësve tonë. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve. Agnes, kemi bisedu bashkë me Tringon pra për panajirin edukimit me edicionin e 3, pra që po mbahet si vjet, detajet gjitha i tregoj, mbetet gjithë të nxënësve dhe studentëve të cilët kanë synime për të arrit në një fushë të caktuar, e përmendi nuk ka limit për një lëmi të caktuar që kemi në vend, madje shumica prej tyre që kanë të ndryshme ose që si kemi shumë në tregun e Kosovës, sido që tjetë e kanë mundësinë pra që t'joftohen edhe më tepër përmes këtij panajiri. Nëse s'keni ju diçka për të shtu, po e drejtojmë Blinën në studio. Ardian, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte dhe gjitha këto informata cilat i ke nda me ne dhe me shikuesit e Koavizionit.